Doriqet nën kryetari i Bashkisë së Vlorës Klevis Kaso. Shkaki i dorëheqjes është bërë kandidimi i Kasos për deputet në listat e hapura të Partisë Socialiste. Vendimi është marrë orët e fundit, ndërsa tashmë Kaso do të vijojë garën për të ulur në parlament pas zgjedhjeve të 11 majit. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, kandidati i Partisë Socialiste për deputet Klevis Kaso nënvizon se në më pak se 48 ditë nga betejë e madhe e 11 majit, dita kur i konfirmohet se ardhmja mban emrin e zhvillimit dhe të ecurit vetëm përpara, kam nderin të përfaqësoj qytetin tim të lindjes, Vlorën e të gjithë Shqipërisë, nën familjen e madhe të Partisë Socialiste. Ndihemi pafund i lumtur që kam qenë dhe janë dëshmitar i transformimeve të pakthyeshme që mbajnë emrin e Partisë Socialiste dhe Edi Ramës nën objektivin e përbashkët të një Shqipërie europiane. Përulësisht faleminderit kryeministrit dhe drejtuesit politik të qarkut të Vlorës Bleti Çuçi për besimin. Kaso falenderon çdo antar të Partisë Socialiste, ndërsa në fund por jo nga rëndësia, një falenderim të ndjerë sipas tij për kryetarin e Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha për mbështetjen e pakursyer. Klevis Kaso, edhe pse i ri në moshë, ka patur detyra të rëndësishme në pushtetin vendor, ndërsa më parë ishte drejtuesi i klubit Shumë Sportësh Flamurtari dhe së fundmi nën kryetari i Bashkisë së Vlorës, ndërkaq ai ka qenë aktiv edhe me angazhimin e tij në Partinë Socialiste.